Allahun e falemderojmë që i takon madhnisë Allahut që na ka bërë hise shahadetin, e cila është qels prej qelsave për me hinë xhennet. Allahu nasip na bëft ya rabbel alamin. Salatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekni rrugën e Kur'anit dhe sunetin e pejgamberit deri në ditën e Kiametit. E lusmi Zotin e Madh që Allahu të na bën nasib Xhennatul Firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhenemit. Kërkojmë nga i Madhi Allah, pasi që jemi me agjërim dhe Allahu i pranon lutjet e agjëruesit, kërkojmë nga Zoti më të mirën, më i mira është Xhennatul Firdausin, Allahu të na ruaj nga zjarmi i xhenemit. Dhe lusim Allahun e Madh të na bën nasib Xhennatul Firdausin dhe të na ruan nga zjarmi i xhenemit. Amin. Besimtar të pranishëm, në këtë ditë të Ramazanit, me këshillat e tona që i marrim nga fjalët e Zotit subhanahu wa taala dhe nga fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa do të flasim për një prej ibadeteve shumë të rëndësishëm, që krejt ibadetet tjera kanë lidhshmëri me këtë qels, siç është qelsi për me hinë xhennet shahadeti, qelsi me hinë namaz është abdesi, e me fillu surën e Kur'anit filloj me Bismillahirrahmanirrahim, me emër të Zotit. E qelsi i gjitha adhurimeve është sinqeriteti apo ikhlasi. Kur të folim për ikhlasin apo për sinqeritetin, po du me sqaru pak një detaj më të madh se te ne muslimanët, ma shumë kemi qef me bë punën e madhe se sa sinqeritetin e madh. E Allahi nuk ta bën kabull punën e madhe nëse nuk e ki sinqeritetin mbrenda punës, ose veprën, ose ibadetin, adhurimin që e bën. Prandaj, ikhlasi është vepër prej veprave më të rëndësishme, se Allahu nuk ta bën kabull asnjë ibadet nëse nuk e ki njetin që qatë punë me bë për Allahun. Do të thotë vepër, ikhlas do të thotë vepër që bëhet vetëm për hir të madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Komentatorët kanë thënë, ikhlasi është miski i zemrës. Sinqeriteti është misku i zemrës që i jep aromë të mirë. E treta, sinqeriteti e bën njeriu me qenë i kënaqur me Allahun dhe me urdhnat e Zotit. Ti që i bën krejt punë, me agjërim, me namaz, me zeqat, me sadaka, i bën vetëm për hir të Allahut, me një qëllim, se fjala ikhlas prej fjalës khalas do të thotë me kry, jo, me bën vetëm për Allahun. Tjetër, selim, me qenë i pastër vetëm për Allahun, që ki agjërim veç për Allahun, që këtë ders që ka marrë veç për Allahun, që këtë Kur'an veç për Allahun, që këtë sadaka veç për Allahun. Dhe negja kanë thënë ulemaja, ikhlas do me thonë ka shpëtu njeriu. Jo se cili që falet, e agjeron, e jep zeqat, e bën punë të mira ka shpëtu. Nëse nuk i ki sinqeritetin para se me bë veprën, nuk e shpëtu. Badihava i ki kitë kati ki atë punë. Do ta sqarojmë pak më detaj. Prandaj përgatitja e sinqeritetit duhet të më kanë para se mu përgatit me bë veprën e mirë. Edhe kjo kërkohet që Allahu Azza wa Jalla ka thonë Kur'anin famullar, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Dhe juve ju kemi urdhëruar që të më madhroni, me madhnu Allahun Azza wa Jalla, mukhlisin, të sinqert, të bindshëm se këtë punë, këtë adhurim ja dedikojna vetëm Allahut subhanahu wa taala. Kul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlisan lahu ad-din. Unë jam i urdhëruar, unë edhe ti, të madhrojmë Allahun vetëm për hir të madhnisë Allahut të lehuddin, që të ngritemi me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj kanë thënë disa nga ulemat për definicionin e fjalës sinqeritet, ko ka misk i zemrës, është edhe kajmak i adhurimeve. Djegët nëse e vnon, djegët nëse nuk ka kajmak. E kajmaki i adhurimeve qenë ka, në të thot ikhlasin Allahun subhanahu wa taala. Çka do të thonë, çka është e vërteta e fjalës ikhlas apo sinqeritet? Pse unë sot jam nalt te ç'kjo temë që dikujt i do këtë
po, unë për Allahin në ku marrë në xhami, unë për Allahin jap sadaka, unë për Allahin maj Ramazan, ama ata përzin njetin ka njerë shejtani. Ata rrit menën dikur se ti e musliman i mirë që të shku në xhami, e shok të ty në kafe, edhe thot ti e shumë musliman i mirë, ta prish njetin pak. Sa të janë të knaq, ti e të ardha më ti e ti thonë, qëra, unë jam musliman i mirë, jetë amnestu vetën, edhe donë mja përzi pak njetit vetin. Jo. Prandaj vepra që banë, unë këtë vepra e baj, e thamë është kajmak, ko ka aromë e shpirtit, dhe është shtyll prej shtyllave që Allahu nuk ta pranon adhurimin as një ibadet, pa e pas për hir të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thonë Ibn Kaimi rahimahullahu ta'ala, al-ikhlas huwa ifradu al-haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi fi ta'a. Ikhlas do me thonë me madhruar Allahun në njëshmërinë e Zotit, për kërkan qeter, veç një Allahun subhanahu wa ta'ala, me qëllim që adhurimin t'ja dedikosh vetëm Zotit. Krejt ibadetet lillahi rabbil alamin t'janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe hoq, a ban me ban namazin që kemi ardhë na, e kemi ban njetë, po, Ramazanin e kemi ban njetë, po kur qomi në nësifir në, për shka qomi? Jo me gojë, në të folës njeti i zemrës. Në kur qomi në gjysë natës, pse nuk qohë jashtë Ramazanit, në Ramazan, e prish ratë lëkin, se njeti i sinqert për Allahun të ban të që ti mu qunë mesin e natës për Allah. Kërkush nuk qohët rastësisht, po qohët me njetë, me sinceritet. Prandaj, para se me arë në xhami, para se mu quë, ti e ke ban, ja ka instalu vetë vetit këtë ibadet, që këtë ibadet, se unë agjerimin dhe namazin dhe kitë punë të mira, pi baj vetëm për hir të madhnisë Allahut, me qëllim adhurimi, me qëllim që ne t'i afromi Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe nuk ka mundësi me pas ibadet pa njet, nuk pranohet ibadeti pa njet. Ska, e njeti, mrena njetit është ikhlasi, është sinceriteti. Hoxha, ka diferencë njeti dhe sinceriteti? Po ka mundësi. Do të thotë, ai çka është i sinqert ka njet, ka njerë e ban njetin, po në gjysë rrugës të një shejtani ta përzin njetin. Do të thotë, sinceriteti është më i madh se njeti. Se cili që i sinqert ka dhe njet, ama jo se cili e ban njet është i sinqert. Unë e kum ban njet me një mu këtë xhami, ama kam qef me marrë vesh këtë dynjaja. Unë për me për Allah e kam. Ama në mërënda kohës e kam ndru njetin dhe kam prish sinceritetin. Prandaj thamë lubba, do të të sinceriteti është kajmak i adhurimeve dhe sharan me shiu. Ai që e ka shiu, negja ka shpëtu dhe ka fitu gjennetin, Allahu nasip në boft. Sinceriteti është vepër e patjetërshëm për çdo musliman, si thot Imam Muslimi që transmeton se ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Çdo vepër vlerësohet sipas niyetit. Ti e ke bë për Allah niyetin, për Allahun shpërblehesh. Se ke bë, nuk. Po më tregon një hoxh, Allah i xhennet e qoftë. Pas ka shku një xhamatli, ka thënë hoxh, e kam bën niyet mi dhon do pare për xhami. A më shifë njeti apo sinceriteti. Njetin unë e kom dhënë për xhami, thot po e kam një punë gjysë rrugës, deri këtu tamam është. Po du me dhënë për xhami, po kam qef mi dhënë parat ku shifët, jo ku nuk shifët. A i sinqert asa i sinqert kjo? Do thot ku shifët, ku japi muslimant? A e dini? Mas shumë ti në xhami. Ja të lusteri, se kam qef më ba Allah i dritë në atë nevorit. Ja të minarja, mi u pa emrin, mi a përmendi kur. Ama në temel, ku është mas shtrejnëti, aty nuk japin, temel, nuk japin. Temeli i badetëve është sinceriteti, o vlezër. Nuk ka, badjava e ki materialin kur temelin e ki që shprast. Prandaj, ti jepe për luster, por mëse ban krasimin që sa e thish, lusteri molla filanit, ose i haxhi filanit, ose haxhi filanit. Ose emrin e filanit, ose filanit. Prandaj, njeti, pregaditja e njetit, ose sinceritetit është më e rëndë se implementimi i namazit ose veprave tjera që i bën. Edhe prandaj po flas, ky ibadet e ka vendin në zemër që shumica e muslimanëve duhet ta kenë numër 1 prioritet për adhurimeve këtë lloj të adhurimit. Një mbret prej mbretnive pas ka bën një të ndrejsh në xhami shumë të madhe. Dhe ndërton xhamin. Por një natë gjatë ndërtimit, xhamit që ka thonë nuk guxon me marr pjesë kurkush,
në këtë hisë, në këtë ndërtim të xhamisë. Askush hiç. Një natë prej natëve e sheh vendin e vet dhe i thot ushtarëve, shkruan një dras, një mermer, një guri aty, me emrin e Zotit, këtë xhami e ka ndërtu filan mbreti, edhe më ia shkruajt emrin, se kjo është sadakatul xharia, sadaka e rrjedhshme çarria. Ra me fletë mbreti pas një disa netëve, e shet në pllakën e vet një emër të një gruas, ëndër. Natën e dytë, pi thirr ditën, po qohet pi gjumit i trishtum, gjithë të parem t'i dhamë për xhamis, pe gjej emrin tem në rasën e gurit, të dera e xhamis, emri jem du të më kanë aty, që kur t'ka përcej njerëz me bë dua për mu, mi ja bë obligim njerëzve. Natën e dytë, i thot ushtarëve, shkoni, thot se mdokët më kanë rrotullu, thot atë ploçën aty. Kur shkon, jo mbret. Thot emri jot ekziston te rasa e gurit, njësoj është. Natën e dytë, të njëjtën gjë e shohim më një herë. Mbreti e shef një emër të një gruas. Të njëjtën ëndër. Edhe natën e tretë trishtohet. Thot gjithë këtë investim jam të vë, gjithë këtë kapital e kam dhënë, edhe emri jam më fshin ëndër smunët. Gjene filan gruan, kush është filan gruaja? U mitën të lypin, së më përgjej. E gjetën dikur mbretin, edhe e thirën. I thamë, pash Zotin, mos ke marr hise ti në këtë xhami me ndërtu diçka, nai tulla, nai sena, nai sa, thotë jo vallaj. E shtrëngojnë shumë, i thonë mos ke dhënë diçka helbet, nai materiala, nai punë, dora, nai sen, thotë jo. Kur e ngushtojnë shumë, thotë s'ka mundsi emri jot më kanë rasën që un kam investu, a emri jot nguri. Thotë po. Një ditë isha tu kalu dhe ai kali çka baj ke material për xhami e pa shumë i eshtër i shkon. E i dhash kalit e kam ushqy kalin, i kam dhënë ujë. Thotë e pash, se emri ja të registru, se ti e ke bo për Allah, që të kantën me ujë, që të ushqimin për hajvanin, që e ka shërby xhamien, Allah ja ka pranu kësaj gruas dhe emrin ja ka registru, mi thonë, o ti mbret, ti ki shumë pare, po sinceritetin se ke pas tamam. E Allah ja ka fshi pina ndër, pin dynja ja ka fshi emrin në derën e xhamies. Ky mesazh është që mreti e mur vesh se puna e sinqert regjistrohet, puna e jo e sinqert fshinjet pin dynja, edhe në ëndër edhe në zhgëndër edhe hiç nuk del, kur qysh. Prandaj përgatitja e njetit e sinqeritetit është para se mu përgatit vepra. Elusim Allahun e madh që këtë Ramazan të kaloj me sinqeritet. Ka thonë Ibn Taymija rahimahullahu taala, dy sharte janë, ne që kemi pranuar Islamin, e para është en la na'budu illa Allah, me madhnu veç Allahun dhe askan tjetër. Dhe e dyta është mi ba ibadetet qysh në ka thonë Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Që këtë namaz që e falem qysh në ka mësu pejgamberi, agjerimin qysh në ka mësu Allahi dhe pejgamberi, dhe këtë obligimet. Mirë pa, e para është që na krejt adhurimet ja dedikojnë Allahut, dhe e dyta, formën e veprave që e bajnë vetëm siç na ka mësuar Kur'ani dhe Suneti. Dhe kjo vepër pranohet. Hoxha ban 33 recate i çinimi fal, 16 sabah mi fal, a ban me majt iftarin me hangën 9 sabah në akşam, jo s'ban. Pse? Këtë në rregulla. A ban agjerimin çetër muaj, jo. E jamën ma'dudat, janë ditë caktuar të preme. Njeti dhe forma e adhurimit do të shpëtosh te Allahu dhe do të jesh nga banorët e xhenetit. Thot Zoti në Kur'an, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ata, Allah thot, do t'i sprovojmë njerëzve se kush ka me bo vepra të mirë. Vepra e mirë është përgatitja e zemrës për më nënshtru madhnisë Allahut, e pastaj edhe vepra me janë nënshtru Allahut, ashtu siç na kërkon Allahu subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, kush shpreson në Allah, jo te njerëzit. Falyamal, la të ban vepra të mira, amalan saliha, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, që t'i ban vetëm për Allah dhe mos t'i ban shirk Allahu subhanahu wa taala. Mirë. E morëm vesh se koka kajmak nuk pranohet ibadeti pa ikhlas, s'munët me shku në xhennet pa ikhlas dhe këtë ibadetet po lidh kanë. S'ka ibadet që nuk lidhet me ikhlasin. Njeriu nuk duhet me prit nga vepra shpërblim prej njeriut. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين إلا على رب العالمين. Ne nuk kërkojmë asgjë nga shpërblimi i njerëzve,
Shpesh herë njerëzit kanë qef fakturën pin dynjat me ta pagu. Vallai, kam një dikan, unë e kam një student, doktor, e kam stipendu dhe u bot doktor kardiolog, e ai inshallah kam u bot doktor i jenë. Kështu, njetin e ka, kjo është dallash. Ti e ke stipendu ata, ai mu kanë shërptori, jo, t'ja shërptori i shoqërisë. Jo, doktori jemi, po ti kanë i smut në zemër, mos e lyp kardiolog, tu kanë i shnosh, ti kanë i smut para se mu smut. Se ti po don shpërblim me parën tane që Allahu të ka bën mirë, me bë rob skllav atë njeri më ta kthy ai me të mirë ty. Jo, njeriu duhet me bë të mirën me atë çka Allahu të ka bën mirë dhe me kërku nga Zoti. Prandaj in ajriya illa ala rabbil alamin, njeriu duhet me kërku shpërblimin e Allahut, se sa t'jep Allah insani kur s'mund të don. Prandaj, bane veprën të mirë, edhe prite shpërblimin nga Allahu subhanahu wa taala, se Allahu jep. Dhe kjo është mesazhi i kuptimit të ikhlasit, që ne veprën ta bëjmë për Allah, që veç Zoti më na shpërblej, e kur ta kish këtë njetë Allahu ka më të shpërblej. E dyta, ikhlasi i don punë të mshefta më shumë se të haptas. Për shembull, ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me dhon me dorën e gjatë 7 grupe në hijen e Zotit, ku nuk e merr vesh dora e majt. Çka është mesazhi i kësaj? Ka më kanë në hijen e Zotit ku s'ka më pas hije tjetër. Me dhon dora e djathtë, mos me marr vesh dora majt, mos me marr vesh mileti. E kjo është kuptimi që ti kur ta dhash për Allahun subhanahu wa taala. Dhe vepra që e shet veç Allah, ose po dalën në namaz natës ka me fal, ose në taravih, ama ti atësien se ke fal, akshamin se ke fal, drekën se ke fal, iqinin se ke fal. 100.000 taravija nëse sabahin se ke fal nuk zihet. Jo nuk zihet. Kuptimi se kryrja obligimeve është para se me farzet janë obligim para se me kry sunnetet. Sunneti është e dyta në radhë janë. Ama unë jam të kry do sunnete se po dalin krejt në xhami po dalë edhe une? Jo. Unë dal për Allahun. Ma mirë është mi fal 2 recate në shtëpi se sa 200 më të pa xhamatin. Ma mirë 2 recate për Allah, se e patëm shembullin vetë sadakaja. Edhe te namazi është e njëjtë. Unë kam u fal për sunnet, për farzin është obligim, është sunnet prej sunneteve, disa nga ulemaja thonë është vajib, namazin me xhamat, farzin në xhami, sunnetin falet e shtëpia. Pse? Ta ruaj sinqeritetin, se unë që këtë vepër e baj vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj mendimi, ndëgjon e kjo shumë e rëndësishme. Me përgatit sinqeritetin me gjithë punë të mëdhaja që i ban, po ka pak me pas një rezervë, a thu Allahi na fal, as na fal neve. Qysh? Walladhina yu'tuna ma atau qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Thot Allah në Kur'an, atinve që besuan Zotin dhe banën vepra të mira, atinve ju rënqet, ju friksu pak zemra, wajilat annahum ila rabbihim raji'un, sa ata do kanë më kthy te Zoti subhanahu wa taala. E i tha Hazreti Aisha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o pejgamberi Allahit, këtynve shka tutën ditën e kiametit, a janë ato shka kanë pi alkohol, shka kanë marrë dhe dhanë kamat, e ato shka kanë banë zina? Pejgamberi tha jo. Ndëgjoni. Për kundrazi, thonë ata shka kanë agjeru sukur na, ata shka kanë lexu Kur'an, ata shka kanë dhënë sadaka, po kanë pas një rezervë, një frikë, a thu Zoti ja ka pranuar, s'ja ka pranuar. Sinqeriteti e ban njeriu me pas një rezervë, një frikë, a thu Zoti na ka pranuar, s'na ka pranuar. Te na çesmi çallon, hoxhonë 100 faqe Kur'ani kam lexuar, ama 350 ditë ke harru Kur'anin. Kontinuiteti i ibadetit është më i rëndësishëm se sa 10 natë e tana 350 natë me harru Allah. Këtu meselja është ti që ban punë të mira, mos u mburr. Por ruje sinqeritetin dhe pak një rezervë, a thu Allahi ma ka pranu. Njëna e të folë për Abu Bekër, për Omer, kanë bën veprat mëdhaja, shumë të mëdhaja, që veprat e tyre kanë dridh botën edhe historien deri në ditën e kiametit, po edhe ato kanë pas frikë, en la yataqabbaluhum Allah. Kanë pas frikë, a thu Allahi na ka pranu, s'na ka pranu. E kjo është sinqeriteti i lartë i kajmakit të adhurimit që i jep njeriu të kuptim të mirë. Aisha radiallahu anha përmenëm ajetin se nuk dohet me bën vepra më thonë dikush falinderit. Bane para Allahu më t'ishtu të mira, në dynja dhe në heret më të rujtë Zoti. Dhe kemi përmen, në fund do t'i përmenmi, pse na të folë për këtë sinqeritet. Aisha kër e ka dhonë sadakan e ka parfimos. Këta e kena kalëzu dhe ma herët në ders. Për shka? Mi a dhonë
dinarin apo dirhemin me parfum. Pse? O bo shkak dhe i tha dikush, tha Allah i të shpërbleft. I tha Hazreti Aisha, Allah i tha të shpërbleft ty. Amin, tha Allah i të shpërbleft ty. Pse? Se unë jam të dhënë nga ajo shka ti ki nevoj nga dynjaja, ti jetu më dhënë diçka më të shtrenjtë, nga ahireti, është xheneti që Allahu na jep. Ti jetu bo shkakun me fitu shpërblim të Zoti. Prandaj nuk ban me thonë, unë i nimova fukaras. Unë e shpëtova fukaram, se Allah ja ty të ka qu shpëtimtar të atina. Pa Allah i ka ditë ati mi dhonë, e ti më së më dhonë. Pa Allah ashtu të sprovu ty me mallin tanë, me dijen tanë, me kapitalin tanë, me mundësin tanë, a i të bo mirë, asë të bo mirë, për rruja sinceritetit. Edhe ka parfimos, ama se ka parfumu me kaqë. I kam shel vesht. Hazreti Aisha i kam shel vesht kër i ka dhonë fukarava. E dini pse? Mos mi hi vetja në huj me lavdru e mi bo dua. Habe që të 500 dinar, ban dua për mu, ti rabi jem, banë, ti veç për mu ban dua. Ban dua për nënën tane, për babën tane, po, nëse të vjenë rejni, ban edhe për mu. Mëse kush za fukaran me sadakan tane, ban dua për mu, unë shkoj në gjennet në përmen që shtaj lutjes tane. Mëse kush zimi nuk ban këtë formë. Hazreti Aisha i kam shel vesht, nuk ka dash me ndëgju. Pse? E përmenam ajetin, ai që ka shpërblem është Allahu subhanahu wa ta'ala. Transmeton Uthmani radiallahu anhu, se ka thonë pejgamberi sallallahu, e kam dëgju thot Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, inni la alim, do të mësoj thot disa kalimatan la yakulu laha abdun haqqan min qalbihi illa harrama ala an-nar. Thot do të mësoj disa fjalë që ka me ja ba haram Allahu gjehnemin ati. A ka nimet më të madh se Allahu më ta ba haram gjehnemin. Do të më ta ndalu gjehnemin. Allahi në përmjet një fjallës që ka përmen pejgamberi kelimeten. Thot pejgamberi alisam një fjallë, nëse thua haqqan, e thua me sinceritet, Allahu kam ja ba haram gjehnemit më djeg ty dhe mu. Allahi nasip në bafë mësë më në djeg gjehnem. Ja Rabbel Alamin. E i thanë Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, po e thu për një fjalë, e cila është ajo fjalë, ta thamun, tha, kjo është fjala e ikhlasit, fjala e hakut, fjala e ikhlasit edhe e hakut, e cila e ngriti kanë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kelimatu taqwa, fjala e devotshmërisë. Fjala e devotshmërisë është fjala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fjala e devotshmërisë është fjala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kush e thot haqqan me të vërtetë, me bindje dhe mukhlisan me sinqeritet, Allahu ja ban haram xhehenemit atij njeriu. Pra mendoje, Allahu po të privilegjon. Po mirë, ba e pat miq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam talive. Ai tha thuje shahadetin, se ne tha. Pse? Se Allahu ja vulosi zemrën e tij. Edhe insistimi inneke len tahdi men ahbab. I tha Allahu, ti o Muhammed nuk kanë dush ti me udhëzu, kanë donë Allahu e udhëzon. O ti miq mare ka pas. Bo veç një fjalë, shahadetin. Prandaj këtu starton, ikhlasi starton me shahadetin, ikhlasi starton me Kur'anin, ikhlasi starton me namazin, me birrul walidein, respektin e prindërve dhe ashtu me radhë. Prandaj edhe ky hadith që transmeton Abu Huraira, pejgamberit alayhis salam na tregon neve që të jemi të kujdesshëm që fjalët e tona të jenë të sinqerta vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Men as'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah, transmeton Abu Huraira radiallahu anhu, i tha o pejgamberi Allahut, kush janë njerëzit më të lumtur në ditën e Kiametit? Kitë kena qef më kanë të lumtur edhe në dynjat edhe në ahiret. Njeriu i lumtur është ai që ka sinqeritet. Ama çka tha pejgamberi alayhis salam? O Abu Huraira, kam mendu se ti do të jesh ai që nuk kam më pyet dikush tjetër para teje, se ti ai më meritori që ka më vet për këtë meselë. Që dhe pejgamberi sa se numrin e haditheve më shumti Hazreti Aisha transmeton, Anas ibn Maliki dhe Abu Huraira ka qenë afër pejgamberit dhe shumicën e haditheve transmetojnë këto tre transmetues. E ka qenë afër dhe ka shpresu pejgamberi se ka me vet kush do të jenë që do të ketë shefat në ditën e Kiametit. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hirsika ala hadha alhadith. Do thotë ashadu an-nas bi shafaati yawm al-qiyamah, njerëzit më meritor për shefatin e pejgamberit në ditën e Kiametit janë ata të cilët thonë men qala la ilaha illa allah khalisan
min qalbihi au nafsihi. Ata që thojnë me vetvete ose e shprehin shahadetin duke qenë sinqert për hir të madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Dhe për mos me zgjat shumë, se kjo ligjërat don sqarim më shumë, ne si musliman sot çka përfitojmë hoxh? Pse e përmendën sot? Mos t'ja nis me ardh në xhami para se me përgatit njëtin, mos jep sadaka para se me përgatit sinqeritetin tan, agjërimin, respektin e prindërve. Mundoju me zbut zemrën tënde me sinqeritetin ndaj madhnisë Allahut, e cila është qelsi për me kall motorin. Për me hyrë në xhenet nuk ka mundësi me hyrë në xhenet ai që ka sinqeritet. Al-ikhlas huwa al-asasu fi qabul al-amal. Ikhlas hoxhën, çka duhet me pas? Ikhlas në besim në njohurinë e Zotit. Ikhlas duhet me pas kast në adhurim, unë që këtë namaz, që këtë ibadet ja baj për Allahun. Ikhlas në adhurim Zotit. Ikhlas me pas sinceritet në fjalë, unë që em të folë të talus Zotin e madh, o Allah, jepëm sinceritet që të fjalë zonë vend në zemrat e juve. Pasha Allahun e madh. Nëse Allahun a jep mu edhe juve sinceritet, na kanë me hinë xhennet. Kush thot la ilaha illallah me sinqeritet, kush e fal namazin me sinqeritet, kush jep sadaka me sinqeritet, kush agjeron me sinqeritet, ka me hinë xhennet. Jena të fol për një adhurim e cila është bazë e adhurimeve që nuk ban asnjë punë spranohet pa sinqeritet. Sinqeritet me pas edhe në modestinë tonë. Ti që ke mall mos i çot sepat e krave, po je modest edhe në akhlakun tonë ti je terbiyeli. Ti je sabërli, ti je i urtë, ti je modest. Ikhlas me pas edhe në mbështetjen ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Jo vetëm kur ti je në zor, po vazhdimisht me kërkuar mbështetjen e Zotit subhanahu wa taala. Pse duhet na mu kanë sinqert? Se ikhlasi është prej veprave që Allahu çon në xhenet. Allahu nasip na baft. E dyta, ikhlasi i pranon Allahu lutjet. Ti mundesh me bë dua. Nëse nuk je i sinqert në lutjen tonë, e ka pranuar Allahu duan e Ibrahimit alayhis salam. Dhe emrin e tij e përmendmi mas shumë mijë viteve. I përmendmi pejgambert e Allahut, se ata kanë mukhlisin, kanë njerëz më të sinqert. Edhe pranohet duaja. Ti që don më të pranohet Allahu në lutje që ki në telashe, në siklet, shtoje sinqeritetin, Allahu ta pranon duan. Sinqeriteti ta largon vezvesën Allah. Sot janë shtu vezveset, janë shtu telashet, janë shtu. S'ka adhurim më të begatshëm se sinqeriteti, e cila ti largon shybet, a më ta largon edhe kanë, të largon nga ibadetet e kota, të çon të mirë. Hoxh, pse be shkove, valla hoxha pa ta zor, shkova te filan xhinxhia. Po si koni sinqert në adhurim, për çat lyp shefat dikun më adopt ku është. Po te filan sehirbazi, po te filan guri. A dini pse shkojnë njerë? Pa dhaj thot shahadetin. Ama çat shahadet se ka mukhlis. Po që shkaj të folve? O ti me pasaj tamam shahadetin nuk shon të xhinxhia, se Allah edhe pejgamberi na ka ndalu, feja na ka ndalu me shku të xhinxhia. Edhe të sehirbazi, edhe të guri. E të bjen vezvese shejtani, pse ti nuk je i sinqert. E të largon nga ibadeti i rrugës hakin, nga xhamia, nga Kur'ani, nga suneti, edhe valla, hoxh zorim çaj mu. Arsyeja që ke hoxh zorim çaj. Zori çon shejtanit ka çu, jo zori. Shejtani, mos kuptimi i sinqeritetit ka çu aty. Më koni sinqert, Allahu është shërus. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Ky Kur'an është ilaç, është ilaçi shërim. A është agjerimi shërim, a është namazi shërim. Sinqeriteti është shërimi i gjitha të mirave. Sinqeriteti e ban njeriu edhe zemrat më të afëra, e lidh aspektin social, shoqëror, i ban familjet më të afërta. Përpara fukarallëk ka pas sinqeritet, janë kanë njerëz më dashur mesin e tyre. Sot ushtu luksosi ka humb sinqeriteti dhe janë bë egërsi vlla me vlla, evlad me nanën me babë, nana me vladin e nem në prag të iftarit e trun evladin e tij. Mungon sinqeriteti, je të marrë me punë dreçit, me punë të shejtanit, nuk je të marrë me punë të Zotit. Nuk je të marrë. Prandaj ikhlasi me këto adhurime të tjera pastaj e rregullon edhe raportin shoqëror. Ikhlasi të largon momentet më të këqija kur je. I largoj 3, ku do të flasim dersën e ardhshme inshallah, se zgjatëm sot. Prej shpellës 3 njerëz i rasa e gurit. E njëri tha do të kërkojnë ndërmjetësim nga Zoti për veprat që i kemi bërë të mira. Njëri ka dhënë çumsh të prindërve të vet para fëmijëve, gjithë natën kanë nejtë në kam.
Tjetri ka pas mundësinë e zinas, nuk ka bë zina, e ka kurzu. S'ka bë zina, thot nëse e ka bë për hir të Allahut, khalisan li veçhillah, veç për Allah. Edhe tjetri ja ka dhënë hakin e punëtorit, po e ka pas një rrogë, ja ka kthy një bylyk me dhënë dhe me pasuri. Pse? Ju ka shtu pasuria e rrogës, ai mas një kohë gjatë është kthy. Po 3 njerëz guri u qel dhe dulën nga shpella prej dynjat për shkak sinqeritetit, se këto 3 punë i kanë bërë për Allahun e Madh. E lutim Zotin e Madh me emrat e Tij të bukur dhe cilësitë e Tij të larta, që Allahu neve të na mundson që këtë Ramazan të bëjmë ndryshimin më të madh në jetën tonë, të jemi të sinqert që veprat tona, fjalët tona, njetet tona, sadakan, namazin, agjerimin, iftarat, ti bëjna për Allahun e Madh. E lutim Zotin e Madh që Allahu t'i pranon adhurimet tona, Allahu afë dhe magfirat në ban gjenahat, e kullu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.